Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin ton këtë herë për të sjellë historinë e Julianës. Historia e Julianës është një histori realisht jo e bukur. Nga këto historitë ku mentaliteti shqiptar ka qenë shumë i pranishëm, meshkuj të rritur në këtë mentalitetin që pos pate fëmijë do bëjmë namin, nuk kemi një martesë të lumtur, do të thënë gjithçka ka nisur në një dhunë, gjithçka vazhdon në një tmerr të vërtet që po i ndodhte dikur kësaj gruaje. Juliana, një grua nga Tirana, rrëfen jetën e saj si një mal me plak që s'u pan kurrë nga të tjerët. Një jetë që nisi me ëndra për dashuri e për një familje të madhe, por që u kthye në një mangth të zgjatur. Martesa e saj zgjati 10 vite. Fëmijë nuk pati kurrë, dhe në vend të ngrohtësisë ajo mori një goditje dhune, heshtje dhe braktisje, por sot ajo është një nën jo nga barku, por nga zemra. Ishte një ditë pranvere, kur Juliana, një vajzë e thjeshtë nga Tirana, njohu një djalë tek zona e studentëve. Kishte dalë për një kafe me një shoqe, por fati e kishte nxjerrë atë djalë përpara saj. Filluan të flisnin, të takoheshin e të ëndërronin. Ai dukej karizmatik, i dashur edhe i kujdesshëm. Pas disa muajsh ai propozoi dhe ajo, me sytë plot shkëlqim dhe zemrën plot shpresë, tha po. Martesa u bë shpejt, me pak të ftuar, por me shumë dëshirë për të nisur një jetë të re. Juliana asaj kohe ishte vetëm 26 vjeç kur u bë nuse. Në fillim gjithçka dukej normale, edhe pse buri i saj kishte shpesh shpërthime nervoze. Ai e justifikonte me stresin, me punën, me vështirësitë ekonomike, por me kalimin e viteve, dhuna mori formë të përhershme. Nga fjalët fyese kaloi tek shtyerjet, pastaj tek shuplakat e më vonë në rrahjet të pamëshirshme. Juliana e fshihte situatën, turpërohej, e mbronte para të tjerëve. Është buri im, do të ndryshoj, më do. Përsëriste vetes çdo natë kur qante në batanie me trupin e nxirr edhe shpirtin e thyer. Por më e dhimbshmja nga të gjitha këto ishte mungesa e fëmijëve. Juliana i lutej Zotit çdo ditë, çdo muaj shpresonte, çdo vonesë menstruacionesh i dukej si bekim, por çdo test dilte negativ. I bëri dhe analizat, mori dhe trajtime, por Zoti nuk ja kishte shkruar të sillte një jetë nga barku. U ndjeva e zbrazët. Nuk e kuptoja përse jeta më kishte refuzuar dhuratën më të madhe që një grua mund ta ketë. Thot sot me një zë të ulët. Buri i saj, një bashkëshort i dashuruar, u kthye në një dhunues të heshtur. Filloi të pinte, të rinte larg shtëpisë, të kthehej vonë, të ulërinte, dhe më pas filloi edhe të largohej për ditë me radhë. Një ditë pa lajmëruar askënd, iku në Itali dhe nuk u kthye më kurrë. Asnjë telefonat, asnjë interesim, asnjë ndjesë për gruan që i kishte lënë me plak në shpirt e pa një krah të thyer. Por çuditërisht, si gjithmonë që ndodh, që Zoti bën plane krejtësisht të tjera për ne, në momentin kur ti planifikon dhe ke një plan krejtësisht tjetër në kokën tënde, normalisht, edhe për Julianën do kishte një dritë të bardhë, edhe për Julianën, Zoti bëri një plan shumë të bukur. Një të shtunë në darke, ra telefoni.
Juliana e merr telefonin dhe i thot: "Alo." Pas telefonit u dëgjua një zë që thonte: "Një aksident tragjik në Greqi. Vëllai i burrit edhe gruaja e tij kishin humbur jetën, ndërsa vajza e tyre 5 vjeçe kishte mbijetuar." Ajo kishte mbetur vetëm, pa nënën e pa baban. Familjarët ishin të shpërndar dhe askush nuk pranoi të kujdesej për të. Dhe Juliana, pa u menduar 2 herë, u nis drejt Greqisë me të gjitha dokumentacionet e mori voglushe në Tiranë. Që nga ajo ditë jeta e saj ndryshoi. Jo sepse dhimbja u largua, por sepse dikush e bëri që të jetonte me dikë tjetër dhe për dikë tjetër. Vogëlueshja që e quante Teta Juli në fillim, me kalimin e kohës nisi ta quante mami. Juliana, edhe pse nuk e kishte lindur, u bë më shumë se një nën për të. Ajo i lante flokët, i bënte gërsheta për shkollë, i lexonte pralla, i qëndronte zgjuar netëve me temperaturë. Ajo ja mësoi alfabetin, i mori librat e parë dhe qau fsheu razi ditën që ajo e quajti mami për herë të parë. Vajza e saj është 14 vjeç dhe ka ëndrrën të bëhet mjeke. Mrekullia thot kështu: "Kam parë nënën time të qaj natën dhe të qesh ditën. Dua ta bëj krenare siç ajo më ka bërë mua, të ndjehem e dashur", thot ajo në heshtje. Sot Juliana jeton në një apartament modest në periferi të Tiranës. Juliana nuk ka nevojë për burr. Nuk ka nevojë për meshkuj që t'i thonë sa pa fëmijë nuk vlen. Ajo është nënë nga zemra dhe kjo është dhurata më e madhe që Zoti i ka dhënë. Juliana thot një fjalë të vogël por edhe të bukur. Nuk e di pse jeta më vrau kaq shumë në fillim, por ndoshta që të më përgatis për këtë mrekulli. Kjo vajzë më mësoi çfarë është dashuria pa kushte, më mësoi se nuk lind vetëm nga barku, por nga sakrifica për kushtimi dhe shpërthimi. Kjo është historia e Julianës, një grua e cila ka duruar dhunën, ka duruar rrahjen, ofendimet, goditjet, vetëm për hatër të një mentalitetit, por edhe për hir të Krijuesit. Dhe bashkëshorti i saj, duke mos patur besimin tek bashkëshorti i tij, u largua pa mëshirë fare dhe sot Juliana ndërtoi familjen, ndërtoi jetën e saj më e lumtur se kur.